Unë ta tregoj plot njerëz të filani, po kështu ka lind, po kështu është i ka ga filani. Sot mund të rregullohen shumë mirë në Kosovë, se në Kosovë kemi krijuar eksperiencë këtë drejtim, që fytyrat të ketë një harmoni dhe një pamje të mirë. Fakt që thonë këta vetë është, jo, nuk është vetë. Ka një shkak që ka ndodhur. Ka një disa smundje që mund të ndikojnë rritjen e një njoftës më shumë ose ngjesjen e një. Për shembull ata disa lindin me qarje buzës ose qillzës. Ato anomalitë e ngjesin njoftën e sipërme. Edhe tash njofta poshtë me rrshet edhe rritet më shumë. Më rëndësia është që këto mi trajtu. Por shpesh shkojnë te ortodont, mas pari ose te stomatolog. Nuk bëhen krejt me ura, që thonë ta me dhëm gjitën ose porcelan, zirkon e maks. Ajo vetëm 1 milimetër, këta nuk lëviza shumë. Kështu që gjuna familjon ata njerëz me ton jetën mu duk ashtu, kur sot mund të rregullohen. Nëse më lejohet, kisha thënë që edhe te kolegët, këta pacientë shkojnë te stomatolog, mos i punoni më njëherë nëse një rast është kirurgjik. Një rast kirurgjik është dohar rast kirurgjik. Do të thonë ortodontik o kirurgjik. Mos mundohen me ngjitje të dhëmbëve më t'ia qes dhëmba përpara, t'ia qesoj se kam do raste që veç i kanë shëmtu mazi. Ose nëse ka një rast ortodontik edhe kirurgjik, se këto janë bashkërisht, një ortodont e trajton, edhe thot në fund është koha për me intervenu kirurgjikisht. Ai rregullon raportin e nofllave, edhe raportin e harqeve. Edhe thot tash je gati për operacion, edhe përgatitur se janë kurse specifike duhet një ortodont, duhet kohë shumë i përgatitur për ortodonci, ta trajton një rast me anomali të nofllave dhe dhëmbëve. Edhe çka ndodh, mundohet ta kamufloj. Kamuflimi është rreziku që pastaj pacienti më na vjen mas shumë kohë. Edhe po thot nuk jam i kënaqur, dhëmbi ka prun ka fshim, por unë e peshoj veten që s'jam mirë. Dje kisha 2 raste. Veç dje kisha 2 raste. Që kishin punu 5 vjet gati me tele që thënë populli, me ortodonci. Edhe ai rast, tha po më ki thonë para disa vjetër një nga rastet tha që i rast kirurgjik. I tham kolegëve, rasti është kirurgjik. Nëse pacienti s'don kirurgji, atëherë në rregullina, e kamuflon, por nëse është kirurgjik ortodontik o kirurgjik domethënë, çdo herë është rast ortodontik o kirurgjik, nuk bën ndryshe. Nuk mundesh me kamuflu. Po në këtë rast doktor Agran bëhet fillimisht kirurgjia, pastaj rregullohen. Apo si është procedura? Shumë mirë bën e pyetje se edhe këtu kjo bën zakonisht në harmoni me ortodontin, edhe ortodontin në harmoni me kirurgun. Fatmirësisht ortodontin e kam bashortën që mirret me këto, është e përgatitur për ortodonci ortognatike, edhe kemi atë që më thonë bashkëpunimin shumë shkon plani vaj. Po, që shkon plani vaj, se përndryshe çdo kush që punon, një kirurg do ta gjejë një ortodont që punon, që ta ketë një bashkëpunim. Nuk mund me punu vetëm me letra. Duhet edhe konsult gojore ta marrin rastin dorë, si më thonë. Tash ka raste që duhet mas pari kirurgji. Ka raste që duhet me bën mas pari kirurgji, thash. Ka raste që duhet fillon me ortodonci, po si më thonë, një kirurgji e hershme thuhet, po jo në fillim kirurgji. Edhe ka raste kur kirurgjia është e fundit, edhe ka raste që punohet veç kirurgji. Shumë gjëra varet edhe pi pacientit, por rastin, si më thonë, protokollin, shkencorti do të më shpjegoj. Ai tani është i cili vendos edhe firmos. Për ato se do të më firmos disa konsente. Se pastaj ai mundet më kthy, më thonë që s'kam dashur këto, kam dashur.